duke u përqendruar sidomos në veçanti te korridori 8, ai damar, ajo rrugë e cila vjen nga Pulja duke kaluar në Shqipëri dhe duke vazhduar mëtej drejt Maqedonisë dhe Bullgarisë. Sigurisht, përafrimi i brigjeve të Adriatikut dhe shndërrimi i Adriatikut në një korridor strategjik vë në dispozicion të gjithëve infrastrukturat ekonomike, logjistike, energjetike që janë të pranishme në jugun e Italisë dhe bëjnë që jugu i Italisë të jetë një hub shumë i rëndësishëm për këtë zonë. Kjo do të thotë të sigurosh më shumë mirëqenie, zhvillim jo vetëm për Italinë, jo vetëm për Shqipërinë, por dhe për mbar Evropën në tërësinë e saj. Dhe sa i takon sigurisë, fokusi po kaq marrëdhënieve dhe marrëveshjeve të rëndësishme që do ta fuqizojnë, siç e dëgjuat më parë, luftën kundër trafikut të drogës apo sigurisë kibernetike, janë hallka shumë të rëndësishme që kalon nga një vizion ai të përballuarit së bashku të fenomenit të migracionit, gjë të cilët e kemi diskutuar gjatë me kryeministrin Rama, për protokollin ton me Shqipërinë, për të cilin unë edhe një herë do doja të falenderoja kryeministrin dhe qeverinë e tij, por dhe gjithë popullin shqiptar, pasi ajo që u tregua në aktin e nënshkrimit të këtij protokolli është fakti që Shqipëria sillet tashmë si një vend antar i Bashkimit Evropian dhe që vetëm me solidaritetin ndaj vendeve me të cilët bashkëpunon mund të shihet. Unë kam gjykuar dhe vazhdoj të gjykoj që protokolli që ne kemi nënshkruar është një marrëveshje me frymë të thellë evropiane, sepse vëtheksin tek fakti që fenomeni migrator është një fenomen mbar evropian dhe vetëm fal bashkëpunimit ndër shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por dhe mes kësaj të fundit dhe vendeve të tjera jashtë Bashkimit Evropian. Një protokoll i cili vëtheksi në një protokoll novator që ka ngjallur interesin dhe shumë vendeve të tjera, siç dihet, sigurisht, jo të gjithë arritën ta kuptonin vlefshmërinë e këtij modeli. Shumë ishin ata që punuan fort për ta frenuar apo bllokuar atë, por ne jemi të vendosur të vazhdojmë përpara mëtej, sepse sipas nesh ky mekanizëm ka potencialin e ndryshimit të asaj që quam paradigma e flukseve migratore. Por ky është vetëm një nga shumë shembujt që ne mund të sjellim për sa është tashmë i pjekur dialogu mes nesh. Dhe se sa Italia dhe Shqipëria edhe në arenat ndërkombëtare vazhdojnë të kenë një vizion të përbashkët.